edhe për të përmbyll konstituimi i kuvendit, unë mendoj që duhet votohet, në rastin konkret në Nenad Rashiqi, i cili ka marrë shumicën më herët, dhe i kanë mungu disa vota, nëse s'gaboj 56 i ka bërë. 56 i ka pas maksimum. Po, e tash duhet të bëhen edhe 5 vota, duhet votojnë deputetet dhe të konstituohet kuvendi. Tani, nëse ata s'dëshirojnë prapë të konstituojnë qeverinë e organet tjera, atëherë kanë mundësi të merren vesh që kuvendi ta shpërbëj vetveten edhe të shkojnë në zgjedhje. Përndryshe, gjykata kushtetuese po tregon që nuk mundet të veproj për ta shpërbën kuvendin, sepse s'ka kur farë dispozite kushtetuese që ja mundësën një gjë të tillë, e në rastin tash konkret as mund as presidenti, dhe gjithsesi duhet konstituohet kuvendi, për të marrë vesh ta dëshirojnë të vazhdojnë me koalicionet mundshme si që ka qenë ideja, apo dëshirojnë të shkojnë zgjedhje. Nëse dëshirojnë të shkojnë zgjedhje, të konstituohet kuvendi dhe kuvendi ta shpërbëj veten dhe ta caktojnë një datë. Profesor, me qenë se s'po mundem më marrë vesh, pra se ka pas tentativa që një 6-7 muaj për një koalicion, me qenë se s'po mundem më marrë vesh për një qeveri, për një shumicë parlamentare, a mund të merren vesh për shku në zgjedhje? Po, unë mendoj që këta do të merren vesh për më shku në zgjedhje, se përndryshe po e fusin vendin në një krizë të paparë, se ne e dim që nëse s'bëhen konstituimi ose nuk bëhen zgjedhjet shpejt, ne futim në krizë financiare dhe do të ketë blokada për t'i paguar edhe pagat e shërbysëve civil, edhe të policisë, edhe të ushtrisë, të gjitha institucioneve të shtetit. Dhe ne e dim si mas praktika një buxhet duhet të kaloj, në fund vit duhet të kaloj një buxhet në Parlamentin e Kosovës që viti tjetër fiskal të mund të realizohen shërbimet shtetërore. Dhe tash këta do t'ja vendosin gishtin kokës edhe të shohin se çfarë dami janë duke i bërë vendit. Këtu e thamë unë në përgjithësi të gjithë, nuk veçoj se tash mos votim dhe mos sigurimi 5 vota për një kryetar sërb, ka qunë një blokadë pa nevojshme sa kohë. Dhe tash nëse dëshirojmë ne ta shohim që partia fituese relative që është Lëvizja Vetëvendose e ka obligim të krijojë shumicën për qeveri, atëherë duhet ta konstituojmë, ta përfundojmë konstituimin e kuvendit, edhe me atë përfaqësues të komunitetit sërb, edhe të testohet ky elementi tjetër, ose nëse nuk dojnë të bëjnë qeveri, të pranojnë të shkojnë në zgjedhje dhe të diskutojnë. Dhe këta janë deputet dhe parti që kanë dalë nga kjo strukturë e shoqërore politike e Kosovës, edhe kanë obligim qytetarë të merren vesh qoftë për vazhdim të konstituimit të institucioneve, qoftë për shku në zgjedhje, por jo kështu në pat pozicion, se në pat pozicion po e fusin edhe shtetin. E problemi që ndronë mandej kur ti kalon edhe janari edhe shkurti dhe nuk ke buxhet të aprovuar në kuvend dhe blokohet tër zinxhiri shtetëror funksionimi i tij. Dhe kjo është, do thotë, nëse ndodh kjo, atëherë kjo është pa përgjegjësi totale të gjithë atyre që kanë marrë votë qytetare. Prandaj këtu duhet reflektojnë deputet, ndoshta dalin edhe nga ai petku thjesht partijak për interes të Kosovës, sepse nuk është kur farë problemi të mos përfillet një interesi ngushtë ndonjë lideri partijak dhe të votohet një përfaqësues i komunitetit sërb, në rastin konkret Nenad Rashiqi, që është një, si të them, pranues i institucioneve të Kosovës, i Republikës së Kosovës, ka qenë ministër, ka qenë deputet dhe është aktiv politikisht vite me radhë, jo vetëm në këtë qeverisjen aktuale, por ka qenë edhe më herët. Dhe unë mendoj që pasi që është një i tillë, nuk duhet bllokohet institucioni dhe duhet votohet një komunitetit sërb për ta mbyllë këtë element dhe për të kaluar te hapi tjetër. Profesor, cilën e shënime të mundshme, pra pas parasysh këtë eksperiencën, le të themi 3-4 vjeçare të fundit të ballafaqimit partive politike, shënime të mundshme që të ketë një marrëveshje të tillë, pra qoftë për themelim të institucioneve apo një marrëveshje për të shkuarën në zgjedhje, sepse që të gjitha palët thuaj se kryesisht Lëvizja Vetëvendosje, por edhe PDK-ja kanë shprehë gatishmëri për të shkuar në zgjedhje. Unë shoh më të tash dëgjom më e mira do të ishte që të gjinden edhe 5 vota nga deputetët individual, konstituohet kuvend.